Okej, me shqimit e Edi, ka qarkulluar një foto në rrjetet sociale gjithandej në raport me Benitën. Regjia më ndihmoni pak ta kem këtu tek Lede. Mos harroni my life and my love. Duket këta thanë që nuk njihen mes vete. Tashmë po qarkullojnë videot gjithandej që këta dy janë takuar, kanë qenë të dashur apo. Edi nuk ka thonë. Miftar, po kali tek Miftari me që është gazetare dhe ndoshta mundet me na zbuluar. Kjo foto është marrë prej fanpage-eve që ka pas Benita në atë kohën kur ka qenë artiste. Bugatti. Po, me këngët e saj. E di saktësisht kur u bë kjo video u bë me labeli i cili ka qenë Benita edhe Edi që ka tentu mu bë këngëtar që rezultoj me kanë i dështum këtë pjesë. Dul që këta kanë qenë në fest të këti labelit të tyre që ka qenë on rekordat edhe këtë ekipa kanë qenë aty, po Benita dhe Edi normal që kanë shkri foto dhe fansat e Benitës aso kohë i kanë alea fanpage. Apo mendon që kanë pas një raport shumë të keq mund të themi mes vetit që këta dy nuk e pranojnë që njihen mes vetit? Tu e marë parasysh që si Edi, si Benita kanë thonë që nuk e njohin njëri tjetrin. Edi nuk ka thonë. Edi nuk ka thonë. Edi nuk ka thonë se një Benita e ka thonë nuk një. Edi ka thonë pse ma ke qu Edin në Snap, po para se me him Big Brother. Shtu që edhe Benita ja përmen me Jacek që kishe menaxhmenti ja me ko Snapin ta. Që me hek ato prej vetës. Jo, bile gaboj aty shumë, sepse tha, unë kom Snapchat fake, edhe emri jam është qështu dhe dul prap emri edhe mbi emri i sajna që ka në vërtet. Që Benita dhe Edi kam pas diçka se për ndryshe nuk kishin rajt në një komend nga Fisi edhe Vloriani. Për që të foto? Po. Rëben është ta kjo ku një foto e rostit, nuk do me thonë që njën e kanë dole. Po të paktën kish mujt me thonë që jemi taku një herë, ose diçka që kjo foto nuk qjetë rrugës, është foto që kanë mujt me qëndru, ose diçka. Kanë erë dhe në ashtë ta pitutës dhe bojnë qëta, amenën. Jo, unë e mendoj që këta veç nuk e menojnë që jashtë mundet mi u dalë një foto e tilë, ama... Se besoj që qaj. Nuk pe di pse Benita nuk ka guximin me shprejt që ka gjelozi dhe që ka pas diçka me Edin, sepse shihet që ka fillu mja marë inatin e Eliones veç ka ku Edin, se nuk e... Ajo kur se ka përqafu Edin, edhe thë ti pe përqafën Edin. Pe që ati momentin unë e kum di që ata kjo ka diçka me Edin, po komenu në fillim që mos është veç strategji e sajna mu kap të Edi, për shkak që veç Edi komentohet jashtë në momentin. A do e shojmë Edin të lidhur aty branda, shkurt më duhet? Mendoj me Dolqen. Mendoj që kina me përshidhur... A mendon që do shkej ke lidhje duke u përforcu sa më shumë? Aty mrena e ki veç lidhjen e ndjesis, edhe masan e krijon situata edhe në bas. Okej, Florian? Personit. A mendon që do vazhdoj, apo? Lidhja mes Dolqës edhe Edit, po pse jo? Po, bile, do këtë që ka me thy rekord, sa shpejt kanë mu lidhë këta dë. Okej. Në një që kanë me qenë lidhje të du të bashkë. Unë e falindroj shumë që ishe pjesë këtu të këne, nuk ishëm shumë ko, po besoj rave tjera do kemi ko më shumë. Snek falindroj shumë. Gjeneta Vlorian, ne do shihemi të shtunën e ardhshme përsëri së bashku. Kaq kishim sa i përket këtij edicioni, e ne do shihemi përsëri të shtunën e ardhshme në orën 18. Deri atëherë, mirupafshim.